Në ditët e fundit të muajit janar, rreth 20 familje, kryesisht anëtar të komunitetit rom dhe egjiptian, mbetën pa stre, pasi në zonën e urës së Dajlanit ku banonin, banesat atyre u shemben nga IKMT-ja. Shkaku i këtyre shembjeve ishte kërkesa për rehabilitimin e kanalit kullues, i cili rrezikonte të shkaktonte përmbytje. Pas prishjes, banorët u dërguan për strehim në zonën e konvalescencës. Pas një jave, këta banorë janë rikthyer në zonën e banesave të prishura, por banojnë në qiell të hapur. Kjo i ka shqetësuar, pasi janë familje të varfëra dhe me shumë probleme. Ishim atje plepa ka jere parti kushtarët ka qëtë ajo. Tani në nxorën dihet hanë në nxorën. Ta ja kam bërë çadra prapa mbe. Ja kaq. Po na ndihmoi Edi Rama me legalizime jemi, gjithi kemi letrat, nuk e di çfarë është ky shtet. Pa se jemi Ramët ne dhe gabet bisim hadi hiq janë. Kaq, çfarë të them? Ndihmi them nga shteti. Kemi qenë konvalescencë atje në matën një javë, edhe në u kthym për mbrapsh, nuk e di pse. Ku marrë vesh tani unë, këto e kanë dorë. Qa të them unë, ja, ti e shef vetë situatën këtu. Unë kam 20 vjeç i rri kështu. Tani na kanë qua një javë atje, kemi kalu javën dije që ishte hanë, na strehun na sodën këtu. Unë tani kam 3 javë pa u falë, ku do falem? Pa kushte, pa si gjo, pa frojtë dhe Ramazani. Kjo është krim. Pse jemi rom na ka ta ndisin shu? Unë kam 4 fëmijë, burri, edhe një gocë që është 5 vjeçe, janë të smura nuk mbajnë Ramazan, neve gjithë të tjerë mbajmë agjerim. Deri tani një përgjigje zyrtare mbi fatin e tyre të ardhshëm ka munguar.